Lumenj që kanë dalë nga shtrati, banesa e toka të përmbytura, evakuime njerëzish, bllokime rrugësh dhe ndërprerje të energjisë elektrike në disa qarqe, rrëshqitje dherash. Kjo është vetëm një pjesë e panoramës gjatë këtyre orëve të fundit, shkaktuar nga moti i keq në Shqipëri. Në Durrës rrugët pranë stadiumit dhe zona e Volgës janë në ujë, duke penguar qarkullimin e makinave dhe këmbësorëve. Në Lezhë, lagja Beslidhja dhe hyrjet e disa shkollave janë përmbytur, ndërsa rreshtet kanë rritur prurjet në lumenjtë e Drinit. Në qarkun Kukës rrugët u bllokuan për shkak të rënies së gurëve në aksin Bajram Curri Valbon dhe Kukës Shishtavec. Lumi i shumë ka dalë nga shtrati në Murshin e Mallkuçit, duke përmbytur toka bujësore e bllokuar dy lagje. Situatë kritike regjistrohet edhe në Gjirokastër, ku është pezulluar mësimi në shkolla dhe mungon energjia elektrike në shumë lagje. Si pasojë e rreshjeve të dendura dhe përmbytjeve, lëvizja dhe procesi mësimor në disa qarqe është ndaluar, ndërsa autoritetet paralajmërojnë qytetarët për kujdes maksimal. Gjatë orëve të pasdites, Vjosa ka arritur pikën më kritike, duke rritur frikën për përmbytje edhe në Novosel, pasi lumi ka arritur në nivelin e 8 metrave. Bilanci i dëmeve materiale është i jashtëzakonshëm, të paktën ai paraprak. Deri më tani nuk ka asnjë lajm nga shtabet e emergjencave civile, nëse do të ketë një vendimarrje për të shpallur gjendjen e jashtëzakonshme apo jo. Kryeministri Edi Rama ka reaguar ironikisht për situatën e motit në vend, ose më hapur fare duke u tallur. Ai publikoi pamje nga Italia, Greqia, Kroacia dhe Mali i Zi, të përmbytur po ashtu nga rreshtet e shiut, duke shkruar se nuk kupton pse askush nuk po e fajson qeverinë atje për ngjashmërinë e situatës. Ndërsa gjatë orëve të pasdites, pasi më herët u tall me qytetarët, ka zgjedhur t'ia lëj fajin e përgjegjësinë vetëm këtyre të fundit, duke mos parë asnjë grimc të tillë në radhët e qeverisjes së tij, qoftë qendrore apo lokale. Rama ka nxjerr foto ku mbeturina të hedhura vend e pa vend, duke ja lënë në këtë mënyrë fajin qytetarëve. Sigurisht që kur i hedhin plerat e shishet plastike në përfusha e në anët e rrugëve të dheut që e duan vetëm në stadium, vjen një ditë shiu me gjyma që i mbledh nga janë nga sjan dhe i dynd në det, por kur pastaj shiu është aq i furishëm sa ky fundit, atëherë nuk e arrin dot detin si zakonisht, sepse gryka e kanalit taposet krejt duke përmbytur dynjan, thot Rama. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha kërkon që qeveria Rama të shpallë gjendjen e jashtëzakonshme në qarqet e prekura nga përmbytjet. Në një deklaratë nga Selia Blu, Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po vonon këtë vendim për të shmangur dëmshpërblimin e mira familjeve të goditura. Ai theksoi se vetëm në Durrës rreth 4000 banesa, biznese dhe objekte të tjera janë dëmtuar dhe se dëmet janë tepër të mëdha. Berisha shtoi se kjo nuk është një situatë e izoluar dhe kërkoi veprim të menjëhershëm nga qeveria për të shpallur gjendjen e fatkeqësisë natyrore, duke i mundsuar familjeve të prekura të marrin ndihmën që u takon. Po ditën e sotme, Berisha foli edhe për qasjen e opozitës ndaj asaj që pret nga qeveria Rama, me shpresën e një rotacioni të mundshëm që sipas demokratëve me në krye Berishën do të mundsohet nga zgjedhjet e parakohshme përmes një qeverie teknike. Berisha dhe drejtues të partive opozitare pritet të diskutojnë më 9 janar në një tryezë të përbashkët të thirrur nga Partia Demokratike mbi aksionin opozitar. Në këtë tryezë do të diskutohet dhe vendoset jo vetëm data e protestës së dytë kombëtare, por edhe ndërveprimi mes të gjithë aktorëve dhe faktorëve që konsiderohen si opozitar. Arlind Qorri ka refuzuar ftesën e Sali Berishës për bashkim në protest kundër qeverisë Rama, duke theksuar se Lëvizja Bashk nuk bashkëpunon me politikën e vjetër dhe të korruptuar. Ai u shpreh se nuk ka hyrë në politikë për të bërë aleat me një hajdut kundër një tjetri, por për të përfaqësuar interesat e qytetarëve dhe për të rrëzuar një sistem të kalbur partjak. Qorri përjashtoi edhe bashkëpunimin me parti opozitare që janë në koalicion me Berishën, si ato të Adriatik Lapajt dhe Agron Shehajt, duke thënë se kjo do të ishte kontradiktore. Ai theksoi se zgjidhja e vetme janë zgjedhjet e parakohshme dhe jo qeveria teknike, të cilën e konsideron një marrëveshje Rama Berisha për të ruajtur sistemin dypartjak, për të dobësuar spakun dhe për të ndryshuar kodin zgjedhor. Pas tronditjeve të forta që ka dhënë SPAK, Edi Rama është vënë në lëvizje, teksa Sali Berisha të premten ka thirrur një takim gjithëpërfshirës për të bërë bashkë kundër qeverisë. Kryeministri Edi Rama ka vendosur të mbledhë të gjithë ministrat. Sipas burimeve, mbledhja do të mbahet në orën 10 në pallatin e brigadave. Një gjë të tillë Rama e ka përdorur edhe vitin e kaluar, kur në janar apo në korrik mblodhi ministrat duke u kërkuar llogari për punën, por edhe duke u dhënë objektiv të qartë. Edhe këtë të premte mësohet se ministrat do të paraqesin raportet për punën e kryer deri më tani, duke bërë një bilanc të arritjeve, sfidave dhe objektiveve të përmbushur. Por ndryshe nga herët e tjera, kjo mbledhje vjen në një moment delikat për qeverinë. Hetimet e SPAK-ut e kanë goditur fort ekzekutivin. Deputetja e Partisë Demokratike Juridat ka reaguar për rritjen e papërballueshme të çmimeve të apartamenteve në Tiranë, duke e quajtur tregun e ndërtimit të shkëputur nga realiteti i familjeve shqiptare. Sipas saj, ndërtimi nuk bazohet më në paga apo të ardhura të ligjshme, por funksionon në një flusk të ushqyer nga pastrimi i parave, duke bërë që strehimi të kthehet nga një e drejtë bazë në luks të paarritshëm për çiftet e reja dhe shtresën e mesme. Tabaku thekson se zgjidhja është e mundur. Ndryshimi i modelit ekonomik dhe vendosja e një vullneti politik të hekur për të luftuar pastrimin e parave dhe ekonominë informale do të çlirojë tregun.
ul çmimet artificiale dhe rikthej ndërtimin në funksion të qytetarëve. Ajo nënvizon se kur një apartament kërkon 42 vite kursime për t'u bler, fajtor nuk është qytetari, por një sistem i deformuar që favorizon pakicën e privilegjuar. Reagimi i Tabakut synon të nxjerrë në pa nevojën për politika që vendosin në qendër familjen, të rinj dhe shtresën e mesme, jo interesat e ngushta të pakicës. Rreth 400 pasagjerë në 2 fluturime Wizz Air nga Bologna dhe Bergamo drejt Tiranës u devijuan në aeroportin e Brindisit më 7 janar në orën 3 të mëngjesit për shkak të motit të keq në Tiranë. Ekuipazhet prisnin autorizimin për ulje, por rezervat e ulta të karburantit i detyruan të ndryshonin destinacionin. Situata u tensionua kur disa pasagjerë thyen portat e sigurisë dhe hynë në pistë për të kërkuar sqarime. Forcat e policisë ndërhynë ndërsa rreth 100 persona mbetën në pistë. Aeroporti Puljas aktivizoi planin e emergjencës dhe vendosi autobus për transport, por pasagjerët refuzuan dhe kërkuan të shkonin drejt Tiranës. Autoritetet lokale, policia, karabinierët dhe Guardia di Finanza monitorojnë situatën për të ruajtur rendin publik. Megjithë protestën, aeroporti i Salentos vijoi operimin normal të fluturimeve të tjera. Mirëpo gjatë orëve të pasdites së sotme, 5 fluturime u devijuan në aeroportin e Rinasit. Rishjet intensive të ditëve të fundit kanë shkaktuar përmbytje edhe në disa zona të Kosovës, me gjendjen më të rënduar në anadrinit komunës së Prizrenit. Agjencia e Menaxhimit Emergjent konfirmon se drini i bardh ka del nga shtrati, duke përmbytur toka bujësore dhe duke rrezikuar banesa në të dy anët e rrjedhës. Pasojë direkte e situatës është bllokimi i rrugës Gjonaj Krajk, ku niveli i ujit ka kaluar 1.5 metra, duke izoluar përkohësisht disa banorë. Policia dhe zjarfiksit janë në terren për menaxhimin e emergjencës dhe ndihmën ndaj qytetarëve. Autoritetet theksojnë se situata mbetet dinamike, ndërsa deri tani nuk raportohet për viktima fatmirësisht, por vetëm dëme materiale. Qytetarët këshillohen të shmangin zonat e rrezikuara dhe të ndjekin vetëm njoftimet zyrtare. Vjosa Osmanit po i përfundon mandati si presidente e Republikës së Kosovës. Në këto kushte ngrihet pyetja, mund të shkojë sërish Kosova në votime? Mirpo, gazetari Leonard Kërçuki raporton se është arritur një marrëveshje politike mes kryeministrit Albin Kurti dhe presidentes Vjosa Osmani për postin e presidentit. Sipas tij, Kurti do ta propozojë sërish Osmanin si kandidate për kreun e shtetit. Ai thekson se informacionet vijnë nga burime të afërta me presidenten Osmani, por deri tani nuk ka konfirmim zyrtar nga presidenca apo zyra e kryeministrit. Vjosa Osmani u zgjodh presidente në vitin 2021 me mbështetjen e lëvizjes vetëvendosje dhe kryeministrit Kurti. Një kandidaturë e dytë do të sinjalizonte vazhdimsi të bashkëpunimit politik mes dy figurave kryesore të pushtetit aktual në Kosovë. Aleatët perëndimor të Ukrainës diskutuan në Paris një draft deklarat për krijimin e një force shumëkombshme në Ukrainë, pas arritjes së një armëpushimi me Rusinë. Dokumenti i hartuar nga Franca, Gjermania dhe Britania e Madhe parashikon garanci sigurie për Ukrainën, monitorim ndërkombëtar të armëpushimit dhe vendosjen e forcave në ajër, tokë dhe det për të mbështetur rigjenerimin e ushtrisë ukrainase. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të udhëheqin mekanizmin e monitorimit, ndërsa vendet europiane do të marrin përgjegjësi operative. Deklarata siguron angazhim ligjor për mbështetje në rast të sulmeve të ruse dhe vendos një kuadër ligjor për pjesëmarrjen e trupave franceze dhe britanike në territorin Ukrainas. Presidenti Macron theksoi garancitë e forta për paqe të qëndrueshme, ndërsa Zelenski e cilësoi deklaratën si konkrete dhe një hap për përgatitjen e forcave të koalicionit. Udhëheqësit britanik dhe gjerman theksuan nevojën për presion mbi Rusinë dhe bashkëpunimin e ngushtë me SBA për të siguruar paqen, ndërsa Rusia vazhdon ta kundërshtojë çdo prani të forcave të NATO-s në Ukrainë. Presidenti amerikan Donald Trump mbajti një fjalim para republikanëve në dhomën e përfaqësuesve, duke u shprehur se shumica e njerëzve thrasin zoti president. Ai tregoi një shembull me presidentin francez Emmanuel Macron, ku pretendoi se kishte negociuar për çmimet e barnave me recetë, duke pohuar se SBA-t paguanin 14 herë më shumë për ilaçin Ozempic se sa Europa. Trump tha se kishte kërcënuar me tarifa doganore 25% ndaj Francës për verë, shampanjë dhe produkte të tjera, duke detyruar Macronin, sipas tij, të pranonte rritjen e çmimeve të barnave. Ai shtoi se refuzimi fillestar i negociatorëve zgjati vetëm pak minuta përpara se ata të pranonin propozimin. Ashtu Trump përmendi kryeministrin indian Narendra Modi, duke thënë se nuk ishte i kënaqur me tarifën 50% ndaj Indisë. Fjalimi shërbeu si një tregim i Trumpit për fuqinë e tij në negociata ndërkombëtare dhe përdorimin e tarifave si mjet presioni, duke tallur sërish edhe një herë tjetër presidentin e Francës Emmanuel Macron. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ushtrojnë presion të madh mbi qeverinë e përkohshme të Venezuelës që ajo të largojë këshilltarët ushtarak dhe agjentët nga Kina, Rusia, Kuba dhe Irani. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio i kërkoi udhëheqëses në detyrë Delcy Rodriguez që të dëbojë këta këshilltar, ndërsa disa diplomat mund të lejohen të qëndrojnë. SBA-t gjithashtu po kërkojnë që Venezuela të rivendosë tregtinë e naftës me SBA-t dhe të bashkëpunojë ekskluzivisht me kompanitë amerikane për prodhimin dhe eksportin e naftës për të shmangur varësinë nga partnerët aktual si Kina dhe
Rusia. Rodriguez përpiqet ruajë një ton të butë ndaj Washingtonit ndërsa mbron sovranitetin e vendit, por përballet me sfidën e balancimit kërkesave amerikane me mbështetjen e brendshme politike dhe ndikimet gjeopolitike. Mariam Rajavi, udhëheqëse e Mekut dhe presidente e zgjedhur e NCRI-s, argumenton se regjimi klerikal iranian ka hyrë në një ngërç historik dhe nuk mund të mbjetojë më. Pas 47 vitesh diktaturë, korrupsion dhe dhunë, regjimi sipas saj ka humbur aftësinë për të përmbushur edhe nevojat bazë të qytetarëve, ndërsa shoqëria nuk pranon më status quo. Ajo i referohet protestave të fundit të vitit 2025, që nisën në pazarin e Teheranit dhe u përhapën në dhjetra qytete si shprehje e zemërimit të 92 milion iranianëve të goditur nga inflacioni, rritja e çmimeve dhe grabitja e pasurisë kombëtare për financimin e IRGC-s. Rajavi e sheh reagimin e Khameneit, dhunën ndaj protestuesve dhe emrimet ushtarake si prova se regjimi mbijeton vetëm përmes represionit. Ajo thekson se zgjidhja e vetme është kryengritja popullore dhe rezistenca e organizuar, jo reforma apo ndërhyrje e huaj. Inteligjenca artificiale pritet bëhet pjesë e futbollit në Kupën e Botës 2026. FIFA synon ta përdorë ato për të përmirësuar sistemin gjysmë automatik të pozicionit jashtëloje, duke e bërë më të saktë dhe më të qartë për publikun. Presidenti i FIFA-s Gianni Infantino e prezantoi nismën në bashkëpunim me Lenovon. Risia kryesore janë avatarët 3D të gjeneruar nga AI, të krijuar përmes një skanimit digjital ultra të shpejtë të lojtarëve. Ky modelim do të identifikojë lëvizjet edhe në kushte pamjeje të kufizuar, duke reduktuar gabimet dhe përshpejtuar vendimet e varit. Avatarët do të shfaqen edhe në transmetime televizive për të eliminuar paqartësitë. Sistemi është testuar tashmë, ndërsa FIFA do të lançojë edhe platformën Football AI Pro dhe një version të përditësuar të Referee View.